Faleminderit shumë kryetare e kuvendit. Po vrapoja për të ardhur në seancë me këtë urgjencën e juaj që pas 2 viteve të përgjigjes së gjykatës kushtetuese, sot me procedurat e përshpejtume në seancë të jashtëzakonshme e sjellni ligjin për ta shqyrtuar. U tha nga kolegët, shumica prej tyre as nuk kanë pasur kohë ta lexojnë ligjin. Nderuam kolegë deputet, para asnjë javë nuk është bë kur kemi folë për çmimet e naftës. Çmimet të cilët po i cakton Ministria e Tregtisë. Dhe këtu është dëshmuar në prezencën e ministrës që marzhat që i caktonte Ministria nuk respektoheshin nga naftarët. Po atë ditë, në rrjetet e pikave të karburantit, që i kanë ka 60 e më shumë pika, nafta në treg ka qenë 6 cent ma e shtrejt se çmimi maksimal të cilin e ka vendosur Ministria. Dhe Ministria e ka pranu, bile ju bani thirrje qytetarëve për me deklaru çmimin që ata e shohin tek pikat e karburantit. Mandej, gjatë asaj seance, një koleg dul dhe tha se çmimet e naftës nuk caktohen në Prishtinë. Dhe po më duhet ta përsëris një pjesë të fjalimit se shumica prej jush nuk keni qenë këtu, e atë ditë e kam thënë pikërisht këtë, që 7 miliard euro është importi i mallrave që Republika e Kosovës e ka bën në vitin 2025. Dhe këtë mund ta konfirmoj Ministri Financave që është këtu, 7 miliard euro. 6 miliard euro është deficiti tregtar. Dhe çmimet e këtyre produkteve, të 7 miliard euro produkteve, nuk caktohen në Prishtinë. Caktohen prej prodhuesve, vendeve kabin, prej kostove transportit dhe kostove të tjera. Do më thonë, ju vetëm mund të lëvizni me marzhat e fitimit. A e dini pse asnjëherë s'kemi pas nevojë për ligjet e tilla, sepse nuk ka pas inflacion. Dhe më thonë, neve na është paraqit nevoja për një ligj të tillë në vitin 2022, në qeverisjen e juaj, kur inflacioni ka mri 11.6%. E inflacionin muajin e kaluar në Kosovë, pa krizën e naftës, ne kemi pas 6%. Për një produkt, na kemi regulator të çmimit. Është zyra e regulatorit të energjisë për produktin e energjisë. Do më thonë, për naftë, javën e kaluar u dëshmu që s'u kontrollon qeveria, zyra e regulatorit të energjisë nuk po mundet me caktu çmimin e naftës. A e dini pse? Sepse në vitin e kaluar gjithashtu është raportu, është dëshmu, edhe ka hetime që transportuesit e energjisë e kanë pas çmimin 800 euro për 1 megawatt orë. 800 euro për megawatt orë dhe zyra e regulatorit të energjisë që i raporton këtij kuvendi nuk ka qenë gjendje me ndërhy. Tash më thoni mu se qysh për qindra mira produkte, për qindra mira dyqane, ju doni me i kontrollu çmimet. Ky është veç populizëm. Unë po ju them që kësaj radhe, Grupi Parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk ka me çu ligjin e kushtetuese. Sepse me këtë jeni mbrojt, që na e çu në opozita ligjin kushtetuese, se për ndryshe na kishim bë namin me çmimet. Çka keni bë për energji? Çka keni bë për naftë? Asgjë nuk keni bë. Ju rreni komplet indiferent në kohët e inflacionit, ndodh inflacioni, mandej ndërmerrni masa në kohë zgjedhje shkense për përballje me inflacionin, po ato janë për blerjet e votave, dhe këto mjete që i qitnin treg e ushqeni inflacionin. Javën e kalume, ju refuzut masa tona, sot në fakt, e refuzut rezolutën, për me hek dikon 6 deri në 9 milion euro në muaj. Dhe më thonë, qeveria me heq dorë prej hyrave të cilat as nuk i ka planifiku se sot është të marrë 15 cent ma shumë në secilin litër të naftës. Dhe ju e refuzut një gjë të tillë. Mirë po, delnin televizione dhe na tregoni se si jeni në përgatitje të një pako prej 200 milion euro. Çka po ndodh? Do më thonë, një herë, po e stimuloni inflacionin, sepse nafta është rritje e kostës për ato 7 miliard euro produkte të cilat ne i importojmë. Një herë, do më thonë, ndodh rritja e çmimeve dhe mandej ju për me i mirëmbajt ato çmime, delni dhe bleni vota në kohë zgjedhjesh me 200 milion euro. E këto i kemi quajt na skemat e korrupsionit publik. Dhe më thonë, ju nuk jeni tu i fitu votat, jeni tu i ble votat.
në emër të varfërisë prej gjepave të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Autorë dhe ekonomistat të famshëm botëror thonë që inflacioni është taksim pa legjislacion. Kjo është ka ndodhur, sepse sot pa ndryshu as një pikë të legjislacionit, 15 cent shkojnë ma shumë në buxhetin e Republikës së Kosovës për secilën litër të naftës. Inflacioni është rrjedhje e lirë e parave prej gjepave të qytetarëve në buxhetin e Republikës së Kosovës. Buxhet të cilin ju nuk e shpenzoni për barna, nuk e shpenzoni për rrugë, sepse krejt rrugët kanë mbetë në gjendje qysh kanë qenë edhe më të keqe. Buxhet të cilin ju që sa herë që kemi zgjedhje e shfrytëzoni për me ble vota. E qytetarët e Republikës së Kosovës duhet ta kuptojnë këtë. Duhet ta kuptojnë. Dhe kjo urgjencë për me I kalu këto ligje nën kupton shumë mirë që ju po doni me shku në zgjedhje. Për këtë arsye mbani seanca natën dhe kaloni ligje pa debat parlamentar, të cilat asnjëherë në praktikë s'keni me mujt me implementu. Nuk keni me mujt, sepse nuk po mundi me kontrollu çmimin e energjisë, ku keni regulator, nuk po mundeni me kontrollu çmimin e naftës dhe po doni me I kontrollu krejt çmimet. Jo, veç ka me ndodh korrupsion. Korrupsion I madh. Qysh po ndodh që u përmend disa herë sot tek barnat. A e pat për festën e Pashkëve. Në mesin e krejt komunitetit katolik, kryeministri I Republikës së Kosovës zgjedhi me shku me uru Pashkët të djali I pronarit të kompanisë që ka fitu 80 milion euro të ndera prej shtetit. 80 milion euro të ndera prej shtetit. Tash unë veç po pyes kur ta kaloni ligjin, a thu të cili oligarke, të cili rrjet I marketeve ka me shku dhe mja uru Bajramin. Faleminderit.